Si ja bëjmë diferencën midis flokëve të rënë nga stresi dhe flokëve të rënë nga genetika? Shiko, unë e them gjithmonë që hapi parë që ne duhet drejtohemi te mjeku. Pra, shkojmë te dermatologu, bëjmë një ekzaminim floku, bëjmë një ekzaminim të historikut tonë, si ka filluar rënja etj. Për të ndarë, bëhet fjalë për alopeci genetike, apo androgenetike, është edhe një alopeci që lidhet me hormonet, jo vetëm me meshkujt, edhe femrat, me hormonet mashkullore. Kur femrat kanë hormone mashkullore me tepri, fillon të kemi pollim të qimet flokut, kemi pak rënje në zonën këtu frontale njësojtit e meshkujt, dhe një rënje që vjen nga stresi, apo nga tiroidja, apo nga mungesa e hekurit, apo nga disbalanca hormonale, ka shumë faktorë. Kështu që hapi parë është të drejtohemi gjithmonë te mjeku, të marrim një diagnozë të mirë, dhe pastaj të ndërtojmë një plan strategjik, tash me medikamentet, suplementet apo çfarë na ka dhënë mjeku, të rindërtojmë stilin tonë të jetesës në mënyrë që të mund të shtojmë hormonet përsëri në ekuilibër.